ulim dhe të meditojmë. Çfarë kaluam? Çfarë shpëlime morëm? Subhanallahu, çfarë lehtësimi më erdhën. Na mundsua të falim natën. A din çka do të më fal natën? Ose kujtja ka mundsua Allah të shkon në Kabe, në umra, në vendin më të mirë, që umra në Ramazan është sikurse të bësh haxh me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që veçantë të ka përzgjedhur Allahu xhallahu ala. Gjitha këto përzgjedhje hynore a kanë kaluar thjesht si diçka e rëndomt, apo ne përfituam nga gjitha këto të ndëruar madhërimin ndaj Allahut mëndosur. Unë e madhëroj mbi çdo gjë, nga sa ai më ka përzgjedhur mbi çdo gjë. Prandaj kjo është një shkëmbim dhuratash me Zotin që bëhet pas muajit Ramazan. Dhe nuk kisha pasur që gjitha ato mirësi që Allah na i dha Allah në Ramazan, ndërkohë të kalojnë. Shkaj tash të kemi brenga të tjera, leja ato, merru me Ramazan ende. S'ka shku Ramazani, vallahi ka shku agjerimi veç. Ramazani ka met. Ka shku agjerimi. Vetëm ajo që ka shku obligueshmëri agjerimit, nuk e kemi më bërë agjerimin. Kjo ka shku. Po Ramazani është më i madh se agjerimi. Që do të thuash edhe me këtë? Se duhet të miremi me Ramazanin, me përfitimin, të shoqërohemi të ende, nuk ka lehtë me përse të kaq të madh. Ai nuk na ndahet kaq lehtë. Për të mirën tonë. Se ka njerëz që natën e Bayramit janë mbyllin derën, është çështje e tyre. Por ne ja hapim dyert ende Ramazanit. Dritarat tona, shtëpiat tona, zemrat tona, ngadalë musafir, ende kemi punë me ty ne. Shikojmë se të marrim një laps të shikojmë çfarë na solla. Na ke sill këtë na ke sill. Ku janë? Duhet të jenë këtu ato. E Allahu po thot, ato që u solli ky muaj duhet të asil në zemrën juaj madhërimin dhe Allahut. Ta madhërim Allahun xhallahu ala që me të vërtet mos të ketë në zemrat tona askush më i madh se ai, askush më i veçantë për neve se ai, askush më i dashur për neve se ai, e kjo është përfitimi. Nëse meditojmë si duhet duke përdor materialin e grumbulluar në Ramazan, ka shumë material atje, shumë ka në Ramazan. Do të shohësh rezultat mahnetës të ushqimit të zemrës me këtë madhërim të Zotit xhallahu xhelalu. Që thëmë madhërimi është më thënë adhurimet që kemi pas në Ramazan, mos shkëputim për tyre dhe është Ramazanit. Në çështje praktike po, kjo është tema e dytë e pranimit. Vazhdimësia është sheh e pranimit. Po flasim për të. Unë po flas për të kaluamën. Kaluamën. Unë dhe mendo, a din ka kalu? A din çka ke qenë Allah? A je vetë dish me çfarë begatie e arrite? Atë që më shoh me ditësu vetëm thënë në çfarë mirësi pra që kaluar. Jo, s'po flas, ajo që do të vijë është tjetër çka. Jo, flasim vetëm me përjetu tani çfarë kemi kaluar. Po, sa aty kemi qenë angazhem, të agjerimi taravia është një vrap. Tash se kemi atë, nuk e kemi atë vrapim, se kemi atë ngarkesë agjerimit. Rreth dhe tash i qet. Apo dhe medito. Rreth asaj që ka kaluar, do të mahnitesh me kujdesin e Allahut për ty i cili ta mbush zemrën, madhërin për të. Subhanallahu, këtu për mua gjitha këtu për mu kanë qenë, gjitha për ty. Pse? Veç ty me të shpërblyse. Kur gjë Allah nuk i dosha. Alama li tu kebirullah, alama hedakum. Ju e ka ozu, se Zotë nuk i duhet asgjë këllëzim. Allah nuk është ka qëlet, disa këtu mirësimi i kalu kështot, ty të ka përzjedh. Ty të ka përzjedh që të thanë buzët për te, se do me të pagu. Shumë thjesht. Dhe qa shkoj e tëra. Agjerua më në hamdë, Allah i ka bull, dhe qëfar? Ja, Allah jeton me te. Jeton me te se s'ka shku Ramazani. Nuk ka shku Ramazani. Këto është ende. Ka shku agjerimi, po, obligim s'ka më, divit në arshëm. Po Ramazani, mësimet e ti, përfitimet, janë ende, Allah. Janë ende. Pra na poftojmë për meditim në Ramazan. Për atë që është dash të marim, në erdhë, të shkaj, të shpullim, si kërë dikush për shambull, kalene për, pa pritme, nuk e dinaj. Dhe kalene për një pritje maramense, në për shpërblime, në për, të pas, në ato moment është i habitur pa asaj që po i ndodh, nuk ka dhe ku me minu shumë pse, qka, kur përfundan dhe ullet, ku e shane? Unë isha në filonja, mu më pritit filonja, e pse kjo gjitha këtu kur e shathojnë, për shkak të babës tanë të kanë derutur. Po babën e madhe kumë pas. A kuptove? Në anë të s'ki ku atë mënë. A masë kërë, pse mune, s'po di pse. E këto për shkak se babën të ne kanë dashtë. Thosh, subhanallah, po i madhe kumë babës që kumë ditë. Pas ta e dënë ma shumë babën. Po thamë kushtimisht. Edhe kështu e me në Ramazan. Ku isha unë? Isha në Ramazan. E sa ka qenë agjerimi, ka që ka qenë.
E namaz natë sa kom, ma ka mundsu Allah pa usmu asnjë ditë me fal, asnjë ditë se kom huq. Pastaj ma ka mundsu edhe kët. E pse këtu kush e kjo? Kush i prun? Allahu të hodhzu. Mua po ty. Subhanallahu sa duket zot. E kjo është ajo që madhërimi. Po kjo është madhërimi.